Të nderuar miq, të nderuar bashkëdhetar. Dëshira ime është një përshëndet të gjithëve, secilin për juve me emër, por po du me ju kursy, prandaj edhe njëherë faleminderit gjithëve nga zemra për këtë respekt edhe nderim që sot na keni bërë këtë ngjarje kulturore, pra në promovimin e librit Lufta për Kosovën në 3 vëllime. Dëshiroj me falenderu Nikoqirin e këtij takimi Qamil Berisha, shokun e klasës së shkollës, edhe për koincidencë kemi disa të përbashkëta, ishim dytë nxënës të përjashtuar të asaj kohe, nxënës të burgosur edhe të përsekutuar. Qamil, faleminderit shumë për këtë respekt që na ke bërë sot edhe për këtë respekt. Po ashtu i përshëndes dhe i falenderoj panelistët që Nikos janë Mismi, Ernest Luma, Arbel Mahmuti, Sari Sefa, Nazmia Kurti, edhe faleminderit shumë Saime Isufi. Dhe du me buni përjashtim, du me buni përshëndetje për Albinën. Albina është vajza e motrës time, përndryshe është motra e herojt kombit Luani Moni. Vetëm edhe 1 minutë po ju marko, kur e kemi nis idenë për emisionin me profesor Agron Gashin, nuk e kishim idenë që do të dim deri ky projekt, pra për botimin e librit. Mirë po, kur filluam emisionin dhe pam që emisioni ishte për plot vlera, dhe muna me thonë që në libër ju ma pak se 70% të asaj që është në libër, është thonë për herë të parë, dhe më thonë. Kështu që, mendoj që ata që do të studiojnë tashe 30 vjetë, 100 vjetë, për këtë tema, për këtë ngjarje, do unë detyrimisht kanë me pas referencë këtë libër me rrëfime autentike të mbi 80 personalitetet të luftës, burgjeve që kanë qenë veprimtar edhe luftar të jashtëzakonshëm. Përkundër sfidave, ne po vazhdojmë pra. Emisioni është duke vazhdu, edhe besoj se shpejt kemi u taku në botimin e vëllimeve 4, 5, 6. Pra, ju premtoj se ne nuk do të ndalemi që këtë projekt ta shtyjmë edhe matutje, edhe të lojmë dëshmi sa ma shumë pra ata që në fakt ka ndohë. E tha edhe miku i Mbardhyli, njësat interesant, disa që janë libër kanë vdek. Një dekadë përshon shumë shpejt, e kemi obligim moral, kushdo që mundet, këta që janë dëshmitar gjallë, me i marë rrëfimet e tyne edhe normal me i bëdu. E di që kanë muaj edhe do shok që mi konë tresh ishtë burgosën, po s'pëdu me po prashtim, edhe njerë rrit e falenderoj shumë për pjesëmarrjen.